Jam president qynë dhe kam investuar për këtë qytet, quen për Latalla. Si ka mundësi, qyteti Vlorës, që nga qytetet që ka kontribuar në të gjitha drejtime. Është ka të ndizur në një gradë nuk kanë ujë njerëzit. Kam fëmijë, kanë gra, kanë plejtë të sëmurë, mos e qakon. Edhe janë në një moment, edhe juve që jeni këtu, ndoshta në profesionin keni drejtë mos të kontaktojni me këta, po ka një gjë. Policia duhet të iki, ata zyrtarët janë të votuar nga populli. Një dhe dyta, është fjala ujë është jetë. Kanë 6 ditë njerëzit. Nuk është turp të thua që po të vazhdoj shtu si shto këta do vi pajisja nga Greqia, do të njerëzit rrezik do zënë edhe mora, që ta dini mos të duket. Kjo mungesë ujit është penalizuese për biznesin. Po është skandal. S'ka të bëj fare me atë, ka të bëj thjesht me negligjencën e institucioneve që kanë. Mos haro që janë rreth mbi 500 veta që marrin rroga nga taksa paguese. Edhe juve taksa paguesin. Ju a penalizon biznesin mungesë? Po jo na bën varin, jo na penalizon, po na ças na bën. Ku ka pa ujë? Pa ujë nuk del dot na derë shtëpis, nuk ka ku të vetë, nuk ças tualetet, lokalet, të gjitha janë të mbyllura, ku do vesh? Të dalin të shëtisin njerëzit mbas pallate apo shturpër. Prandaj ju kërkojmë një kërkesë që këto pajisjet, që klani, shumë, mos u largoni nga Vlora, se është një moment shumë delikat për qytetin e Vlorës. Është për të shko, është për të ulluritur, jo as për të qatë, është për të ulluritur, është skandaloze. Unë ju uroj sukses.